Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski ka njoftuar marrjen e licencës së 479 kompanive në fushën e planifikimit urbanistik dhe ndërtimit. Ai tha se të gjitha gjetjet do të procedonte organe tjera, të cilat duhet më tej të hetojnë punën e këtyre kompanive. Shkeljet më të mëdha, sipas Nikolovskit, janë për numrin e nevojshëm të punësuarve, kurse në pjesën e cilësisë së ndërtimeve dhe realizimit në kohë do të konstatohet ndërkohë. Brojki skupno që vidat të zemeni që Gjithsej do të merren 479 licenca, prej të cilëve 73 persona juridik për kategorinë A të ndërtimeve, 228 të kategorisë B të ndërtimeve, 9 A mbikëqyrje të ndërtimit, 32 B mbikëqyrje të ndërtimit, 32 për projektim A, 78 për projektim B, 7 për revizion B të dokumentacionit të projektit, 3 për A revizion të dokumentacionit të projektit, 2 persona juridik për mirëmbajtjen e objekteve, 2 persona juridik për drejtues të ndërtimit dhe 13 persona për përpunimin e planit detaj urbanistik. Kjo listë, si sqaroi Nikolovski, do të dorëzohet te institucionet e duhura për veprim të mëtejshëm. Ai gjithashtu njoftoi se do të bëhen ndryshime ligjore, me të cilat këto kontrolle do të bëhen të detyrueshme çdo 6 muaj dhe jo si deri më tani mbi bazë vullnetare. Ai tha se nuk është qëllimi që të dënohen kompanitë, por tha se ata kompani që janë pajtuar të funksionojnë, të respektojnë ligjet e kërkuara.